qytetarët e Kosovës se shpejti pritet të marrin lajme të mira nga Vatikani sa i përket njohjes së shtetit të pavarur dhe sovran të Kosovës. Kjo u bë e ditur gjatë takimit që ministri i punëve të jashtme Enver Hoxhaj ka zhvilluar të hënën me Julius Janosh, delegata politik për Republikën e Kosovës i Vatikanit, i cili njëkohësisht është nunci apostolik për Sloveni. Në këtë rast, ministri Hoxhaj ka falendëruar delegatin Janos për përkrahjen e vazhdueshme të Vatikanit për Kosovën dhe qytetarët e saj. Hoxhaj po ashtu ka shprehur përkushtimin e institucioneve dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës për forcimin e marrëdhënieve të gjithanshme me Selinë e Shenjtë, duke shprehur bindjen se Vatikani do të ketë rol dhe më të fuqishëm në progresin e Republikës së Kosovës në të gjitha fushat në të ardhmen. Në anën tjetër, delegati apostolik i Vatikanit për Republikën e Kosovës, Julius Janosh, ka shprehur përkrahjen e gjithanshme të Vatikanit për qytetarët dhe institucionet e Kosovës. Ai ka vlerësuar progresin e arritur në Kosovë dhe ka shprehur përkrahjen e Vatikanit për zhvillimet më të tjeshme të proceseve demokratike në Kosovë. Sa i përket çështjes së njohjes së Kosovës nga Selia e Shenjtë, Julius Janosh ka thënë se shumë shpejt do të kthehet në Kosovë me lajme të mira nga Vatikani në këtë drejtim.